fillimisht do t'i lexoj rezultatin për të gjitha subjektet që kanë marrë pjesë në zgjedhje, pastaj në mënyrë të veçantë do t'i lexoj subjektet fituese të ulseve dhe kandidatët. Atë rezultati i dal nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 është si në vijim. Lëvizja vetëvendosje 51.10%, Partia Demokratike e Kosovës 20.19%, Lidhja Demokratike e Kosovës 13.24%, Alianca për Armërinë e Kosovës 5.50%, Srpska Lista 4.49%, Nisma Social-Demokrate 1.59%, Kosova Demokratik Tyrk Partisi 0.57%, Za Slobodu Pravdu i Opstanak 0.51%, Koalicija Vakat 0.22%, Nova Demokratska Stranka 0.21%, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës 0.29%, Social-Demokratska Unia 0.27%, Partia Liberale Egjiptiane 0.24%, PSA 0.22%, PAI PDAK LPB 0.21%, Jedinstvena Goranska Partija 0.16%, Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës 0.12%, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 0.10%, më fal, ajo më të përkthy, atje më duha më shku ma ka dalë. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 0.10%, Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar 0.10%, Fjala 0.09%, Iniciativa Qytetare për Kosovë 0.08%, Kosovski Savez 0.06%, Nejmidin Sejdilar 0.03%, Kosovaki Nevi Romani Partija 0.02%. Në vijim kemi subjektet dhe ulset që kanë fituar dhe kandidatët. Atëherë lëvizja vetëvendosje me 57 ulse të fituara, me kandidatët të cilët kanë fituar ulset janë Albin Kurti, Glauk Konjufca, Albulena Haxheu, Hekuran Murati, Donika Gërvalla Shvarc, Xhelal Sveçla, Hajrullah Çeko, Avni Dehari, Mimoza Kusari Lila, Ejup Maqedonci, Shqipe Mehmeti Selimi, Andin Hoti, Arben Vitia, Saranda Bogujevci, Edona Laloshi, Alban Bajrami, Mefail Bajqinovci, Nezir Kraki, Armen Muja, Adriana Matoshi, Rufki Suma, Jeta Statovci, Ardian Gola, Haxhi Abdyli, Blerim Gashi, Adelina Grainca, Albena Reshitaj, Fatos Geci, Agim Bahtiri, Fitore Pacolli Dalipi, Artane Rizvanoli Berisha, Taulant Kelmendi, Dimal Basha, Labinot Demi Murtezi, Arbëresh Kryzeu Hyseni, Arbër Regjaj, Arjeta Fejzaj, Hysen Durmishi, Artana Brashi, Arbërije Nagavci, Enver Haliti, Liza Gashi, Adnan Rustemi, Valion Ramadani, Jeton Raka, Drita Pajaziti, Fatmire Kolçaku, Rozeta Hajdari, Arsim Ademi, Salis Zyba, Fitim Haziri, Fjolla Hujkani, Ilir Kërçeli, Suleman Meholli, Vigan Qorolli, Naim Bardiqi dhe Valon Hoti. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 22 ulse me kandidatët në vijim: Bedri Hamza, Arjan Tahiri, Përparim Gruda, Uran Ismaili, Sala Jashari, Vlora Qitaku, Arben Mustafa, Enver Hoxhaj, Rahman Rama, Najt Hasani, Eman Rahmani, Ganimete Musleu, Elmir Reqica, Artan Behrami, Kujtim Gashi, Gjavit Haliti, Besa Kabashi Ramaj, Mergim Lushtaku, Ferat Shala, Arnore Saliu, Blerta Deleu Kodra, Arjana Musleu Shoshi. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar 15 ulse me kandidatët Lumir Abdigjiku, Hykmete Bajrami, Ukrugova, Abdullah Hoti, Daor Sakica Gjelili, Kujtim Shala, Anton Quni, Armen Zemaj, Lutfi Haziri, Jehona Lushaku Sadreu, Janina Ymeri, Besjan Mustafa, Adelina Thaçi Meta, Fadil Hadërgjonaj dhe Ermal Sadiku.
Alianca për Armërinë e Kosovës ka fituar 6 ulse me kandidatët Ramush Haradinaj, Daud Haradinaj, Besnik Tahiri, Bek Berisha, Albana Bytyqi dhe Time Kadriaj. Srpska lista ka fituar 9 ulse me kandidatët Slavko Simić, Igor Simić, Liliana Stefanović, Milan Kostić, Nemanja Biševac, Zlatan Elek, Miljana Nikolić, Srđan Popović dhe Verica Qeranić. Kosova Demokratik Tyrk Partisi ka 2 ulse me kandidatët Ergül Mazrek dhe Fatma Taçi. Za Slobodu Pravdu i opstanak 1 ulse Nenad Rashić. Koalicija Vakat 1 ulse Rasim Demiri. Nova Demokratska stranka 1 ulse Emilia Redžepi. Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës 1 ulse Elbert Krasniqi. Socialdemokratska Unia 1 ulse Duda Balje. Partia Liberale Egjiptiane 1 ulse Veton Berisha. PSA 1 ulse Artan Aslani. Dhe Jedinstvena Goranska Partija 1 ulse Adem Hoxha. Edhe Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës 1 ulse Erxhan Galushi. Këta janë kandidatët, subjektet dhe kandidatët e tyre të cilët kanë fituar ulse në zgjedhjet parlamentare datës 28 dhjetor 2025. Kush është për shpalljen e rezultateve për gjithë subjektet tjera pa listën sërbe dhe KDTP-n? 10 vota për, një abstenim apo abstenim, shpallet. Kush është për shpalljen rezultate për listën sërbe? 3 vota për, kundër, 2 kundër, tjerat abstenime. S'ka kuptim, falni, veç s'ka kuptim kjo punë. Kush është për shpalljen e rezultatit për KDTP-n? 9 për, kundër, kundër. Abstenim. Atëherë kalon edhe KDTP-ja. Subjektet apo kandidatët e pakënaqur lidhur me shpalljen e rezultatit kanë të drejtë ankese brenda 48 orëve nga shpallja e rezultatit, do të thotë nga ora 11 sot deri në ora 11 të hënën. Faleminderit kryetar. Kam një çështje lidhur me këtë pikë pra, me qenë se neni 105 i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme parasheh procesin, afatin e ankesës për administrimin e procesit në qendrën e numërimit dhe rezultateve dhe dëshiroj të di nëse keni një konstatim të tillë si kryesues që kjo që po bëhet sot, pra publikimi i rezultateve dhe miratimi i rezultateve përfundimtare, është në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe me rregullat zgjedhore të KQZ-s, duke ditë që në një farë forme po mohojmë të drejtën e ankesës subjekte politike, kandidatëve dhe qytetarë në raport me administrimin e procesit për ditën e djeshme, pra që e kanë një afat deri në ditën e nesërme. Po, do të thotë neni që ju referut, kemi të bëjmë me administrimin e procesit në QKN dhe QNR, do të thotë qendrat komunale të numërimit dhe qendrat numërimit të rezultateve. Në QKN numërohen votat për kandidat, verifikohen votat për subjektet politike, ndërsa në QNR procesi administrimit ka të bëjë me numërimin e votave me post, numërimin e votave personave me nevojat veçanta, të përfaqësive diplomatike dhe me kusht. Do të thotë drejta për të ankuar në administrimin në QKN dhe në QNR është kaluar tashmë, se kjo çështje ka përfunduar, ndërsa ne që asnjëherë më parë në proceset zgjedhore kemi marrë vendim para shpalljes së rezultatit të rinumërohet i tërë procesi që është zhvilluar në QKN. Pra e kemi përmirësuar tërë procesin e administrimit në QKN. Tani më në ligjin nuk jep ndonjë dispozit të veçantë për proces ankimor në procedurën e rinumërimit, por drejtën nuk ja u hupim askujt për parashtrimin e ankesave lidhur me rinumërimin edhe në shpalljen e rezultatit. Andaj kjo është qëndrimi im, drejtën
Natyrisht edhe gjatë rinumërimit nuk ka pas asnjë vërejtje nga asnjë vëzhgues lidhur me procesin e rinumërimit, edhe nëse e shikojmë a do të ketë drejt ankese, ankesat parashtrohen nga 48 orë nga shkelja e supozuar. Tashmë i tërë procesi i rinumërimit ka zgjatë 18 ditë dhe kanë mbetur vetëm edhe 2 ditë e kaluara për që mund të parashtroj dikush ankesë, por që asnjë vërejtje gjatë tërë këtij procesi të rinumërimit nuk është jep. Po ashtu, keni parasysh që nëse prolongojmë ende shpalljen e rezultatit, shumë procese shtyhen më vonë, do të thotë që nuk mund të arrijmë disa afate. Por nuk është që ne e mohojmë drejtën e ankesës, për shkak se pas shpalljes së rezultatit, palët, subjektet politike, kandidatët kanë të drejtë ankesë në PZAP brenda 48 orë. Nëse ka una Ilir. Faleminderit kryetar. Kjo përbërje këtu, jo të gjithë janë jurista. Prandaj e kemi një zyre ligjore që bën interpretime ligjore. Prandaj nga ajo që po e kuptoj, sipas jush, sigurisht edhe sipas zyres ligjore, nëse ne sot i shpallim rezultatet përfundimtare, nuk bëjmë shkelje ligjore. A është kështu? Sipas me jo. Sipas me jo. Zyra ligjore nuk e kom pyet për këtë, zyra ligjore i ka punë veta. Nuk ka shkelje në këtë procedurë, në shpallje të rezultateve. Pra dhe nëse ka ndonjë shkelje, nëse dikush mendon, mund t'i drejtohet PZAP-s me ndonjë ankesë lidhur me këtë. Nuk jemi të gjithdijshëm këtu, por unë konsideroj që nuk jemi duke ia shkel drejtën ankimore asnjë kandidati apo subjekti politik me shpalljen e rezultatit sot. A ka dikush diçka tjetër? Po, veç me sqaru çështën e të vendimmarrjes, meqense kjo do vendoset me shumicë votave, edhe rani ditës miratohet për anëtarët të KQZ-s, ne në asnjë rast, në asnjë rrethon nuk dëshirojmë që të ndahemi as në supozimet, pra të ndalim në dilemat tona në raport me interpretimin e ligjit, po nëse ju konsideroni që miratimi i rani ditës edhe shpallja e rezultateve përfundimtare është në përputhje me ligjin për zgjedhje të përgjithshme, atëherë ne mbështesim në parim këtë çështje. Mirë, edhe unë konstatoj që e konsideroj që jemi në tërësi në përputhje me ligjin dhe mund të vazhdojmë me procesin e shpalljes, votimin e agjendës dhe shpalljen e rezultateve. Nëse ka dikush diçka tjetër, nëse jo, e hedh në votim agjendën, kush është për miratimin e agjendës, atëherë me 11 vota për, miratohet.